Fjala kur shkruhet me ndjenjë, kthehet në kujtesë, e kur shkruhet me thellësi, kthehet në art. Adem Xheladini, poet, shkrimtar dhe përkthyes nga Kërçova, është një nga zërat më të veçantë të letërsisë bashkëkohore shqipe. Me poezi që kalon kufijnë të gjuhës dhe me vepra të botuara në shumë vende, ai ka qenë pjesë e antologjive kombëtare dhe ndërkombëtare, në shqip, frëngjisht, anglisht dhe gjuhë të tjera. Përkthimet e tij letrare kanë ndërtuar ura mes kulturave, duke e çuar fjalën shqipe përtej hapësirës sonë. Poezia e Adem Xheladinit është reflektim, ndjeshmëri dhe kërkim i brendshëm i një dialogu të heshtur mes njeriut dhe kohës. Për krijimtarinë e tij poetike, për përfaqësimin e denjtë të Kërçovës dhe për kontributin e vazhdueshëm në letërsinë shqipe, Shoqata Votra e nderon me çmimin e poezisë 2025.